edhe të rinjt në Partinë Demokratike si në kryetar dhe unë do të vijoj punën me strukturat e Partisë Demokratike. Po të shihni sekretariatet, keni emrat të spikatur, profesionistë të zot, dhe për herë të parë janë vetëm 3 emrat që ose janë rikandiduar, ose janë në karrierë le temi prej vitesh në funksione sekretariatesh në Partinë Demokratike nga 16 në total. Dhe kjo do të thotë një ripërtëritje e plot e funksioneve drejtuese të Partisë Demokratike, pa harruar këtu asnjë moment ata që kanë dhënë kontribute në vite, Katerina, se sigurisht është shumë e rëndësishme që kam përshtypjen që diskutimi bëhet trashëgimia vijon dhe patjetër ata që e kanë mbështetur PD në ditët më të vështira janë dhe do të jenë aty dhe është këshilla e tyre, puna e tyre, mbështetja e tyre është e padiskutueshme. Por PD-ja ju përgjigj asaj thirrje që kërkon dhe sheshi dhe protesta dhe aktualiteti dhe Shqipëria 2026. Dhe PD-ja do duhet të rezonojë një Shqipëri të 2026-s. Sot mosha mesatare në kryesinë e Partisë Demokratike është më e reja që ka qenë ndonjëherë, është në kufirin e 35 viteve dhe është një risi e jashtëzakonshme kjo, është një arritje e jashtëzakonshme. Kështu që thënë të gjitha këto, ne përmbyllëm kapitullin e fundit të zgjedhjeve dhe të rifreskimit të strukturave të Partisë Demokratike për të bërë gati në aksionin politik që ne nuk do ta ndërpresim. Jemi në mes të korrikut, vijojmë të kemi denoncime të forta, vijojmë të kemi aksion politik të fort. Ditën e sotme unë vetë kam bërë publik informacionin e ndarë për mediat për rezolutën e organizatës më të madhe botërore të partive të qendrëzgjatë në botë, centristët demokrat ndërkombëtar, një organizatë që ka 115 parti antare nga 83 shtetet botës, ku Partia Demokratike përfaqëson Shqipërinë, e cila ngre të njëjtat shqetësime që kanë ngritur Partia Demokratike prej kohësh. Prek protestën që ka 48 ditë sot që është në shesh, kërkesat e protestuesve, gjendjen alarmante të drejtave dhe lirive të qytetarëve shqiptar, prek pjesën e zgjedhjeve, farsën elektorale, pabarazinë në zgjedhje. Pra, një mbështetje që vjen sërish për Partinë Demokratike, po jo vetëm për PD-n, vjen mbi të gjitha për protestuesit, për rinin shqiptare dhe për qytetarët shqiptar. Paralel me këtë, ne vijojmë aksionin ton me takimet në terren, me qytetarët, pranë demokratëve dhe jo vetëm, por mbi të gjitha dhe me suportin, dhe këtë nuk e kam fshehur në asnjë moment, që kemi për protestën që mbahet sot në ditën e 48 në shesh. Po mos prezenca në parlament, zoti Kolliçi, se është një diskutim që kam përshtypjen gjithashtu ka marrë vëmendje. Është e qartë sepse Partia Demokratike ka zgjedhur këtë vendim, pra duke e konsideruar si një hap për vetë faktin që nuk po merren parasysh ato kërkesat të protestuesve në shesh, sikurse e thatë edhe ju, megjithatë në një moment si ky, duke marrë gjithmonë parasysh aktualitetin. Është shumë e vërtetë dhe kjo është një nga çështjet më debatueshme edhe në raport me këtë javë që vjen. Pra ditën e njëjtë ne do të kemi seancën e fundit parlamentare të këtij sesioni,